محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم. اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, profeti ynë i dashur në një fjalë të tij na drejtohet me disa këshilla, ku fillimisht është drejtuar sahabijut të nderuar Ebu Hurajres radhiyallahu anhu për t'i përcjellë ai tek të gjithë muslimanët për të qenë këshilla të vlefshme dhe të dobishme për atë i cili i zbaton deri në ditën e Kiametit. Tregon sahabiu i nderuar Ebu Hurajre radhiyallahu anhu dhe thotë: teksa qëndronin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh, na u drejtua dhe tha: kush prej jush i merr këto këshilla, punon me to, apo ja përcjell atij i cili punon me to? Thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, e ngrita dorën dhe thash: unë, o i dërguari i Allahut. Tha: më kapi për dorë dhe numëroi 5 të tilla. E fillojmë me të parën ku profeti alayhi salatu wasalam na drejtohet të gjithëve, atyre të cilët marrin këto këshilla dhe thotë: ittaqil maharima takun a'bada an-nas. Qëndroj larg gjërave të ndaluara haramit, të jesh njeriu në gradën më të lartë të adhurimit. Të nderuarit e mi, Allahu xhallal xhelalu e shpalli fen për të qenë organizator i jetës, i dërgoi profetët për t'u mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala krijesave të Zotit. I dërgoi për të qenë si pishtar ndriçues në errësirën e kësaj dynjaje, në errësirën e ignorancës, në errësirën e idhujtarisë. E pikërisht me të fundmin e tyre, me hënën e tyre, profetin alayhi salatu wassalam e dërgoi në një vend dhe në një kohë ku monoteizmi dhe njësimi i Allahut subhanahu wa taala thuajse nuk ekzistonin, ku njerëzit për Zot kishin ato që e ndërtonin me duart e tyre. Madje ndër gjërat e habitshme është se arabët, aty ku u dërguar profeti alayhi salatu wassalam, kishte prej tyre të cilët ndërtonin zotrat e tyre, idhujt e tyre, i ndërtonin prej hurmave. Ju lutem bëni sa më shumë hapësira të mundshme, sa të shko me shihesh, e pamundur të falen jashtë. Ju lutem, ngushtohuni të krijojmë disa hapësira. Dhe kishte prej tyre të cilët ndërtonin idhujt e tyre ose zotrat e pretenduar i ndërtonin prej hurmash. Dhe kur i kaplonte thoturia, nisnin dhe hanin zotrat të cilët i kishin ndërtuar për t'i adhuruar apo për t'i lutur atyre, ruajna Zot. E pikërisht në këtë shoqëri u dërgua profeti ynë i dashur. Në një shoqëri të zhytur në idhujtari, në pabesi, në një shoqëri që nuk kishte fe, dhe erdhi dhe u mësoi këtyre fen. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. I shndroi në të tillë që Allahu subhanahu wa taala dëshmon për atë shoqëri dhe thotë: ju ishit ummeti më i mirë i dalë ndonjëherë në faqe të dheut.
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Duke urdhëruar për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja. Nëse nuk do të kishte njerëz të cilët pasonin në urdhërimin për mirë dhe ndalimin nga e keqja, nuk do të kishte të tillë të cilët ju përmbanin këtyre kushteve apo këtyre fjalëve dhe urdhëresave. A do të ishte nevojshme që Allahu domethënë t'i vlerësonte dhe t'i cilësonte se është ummeti më i mirë i dalë mbi faqet dheut, ndaj u shndrua në një shoqëri nga idhujtare në monoteiste, ku gjithçka ishte Zoti i dërguar i Allahut dhe libri i Allahut subhanahu wa taala kishte prioritet në çdo do dëshire dhe egoje personale. E për ta kompletuar këtë, pasi mbaroi me pjesën e parë, më të rëndësishme, me patjetër, që ishte pjesa e besimit dhe është pjesa e besimit deri në ditën e Kiametit, u fokusua tek pjesa e dytë, tek pjesa e marrëdhënieve shoqërore me njëri tjetrin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thot: Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju të cilët keni besuar, përgjegjësia shkon mbi ata të cilët zgjodhen të jenë në krah të besimit të Allahut subhanahu wa taala. O ju të cilët keni besuar, hyni në fe tërësisht. Çfarë do të thotë hyni në fe tërësisht? Duke pranuar urdhrat e Allahut dhe duke ju bindur ndalesave, pra duke qëndruar larg ndalesave të cilat na kanë ndaluar prej tyre. Mos ju afroni haramit pra. Dhe mos pasoni thot hapat e shejtanit, me të vërtetë ai shejtani është armik i hapur për njeriu. Me të vërtetë shejtani është armik i hapur për një njeriu deri në Kiamet, deri në ditën e fundit. Nuk heq dorë, përpiqet maksimalisht për të shtuar i thtarët e tij, ata të cilët do të rënditen për krah të tij për të shkuar së bashku me të në xhenem, rujna Zot dhe mos na bëjë Zot prej tyre. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wassalam, roli i tij ishte reformator, ndaj dhe i drejtohet besimtarëve, dëshiron të jesh njeriu në gradën më të lartë të adhurimit, duhet të qëndrosh larg haramit. Nuk bën asesi të jesh një pasues i drejtë i kësaj feje, aq më tepër i mësimeve të njeriut model të profetit alayhi salatu wassalam, nuk bën asesi që rrobat të cilat je veshur me to të jenë prej haramit, të jesh i ushqyer prej haramit, të notosh dhe të lundrosh në haram, sepse profeti alayhi salatu wassalam e ka përshkruar atë person të cilit nuk i përgjigjet Allahu lutjeve të tij duke thënë mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajab lah. Ushimin dhe pijen i ka prej haramit, veshjen e ka prej haramit. I gjithi është ndërtuar në haram, nga ti përgjigjet Allahu subhanahu wa taala një njeriu të tillë. Ndaj kërkon prej njeriu, prej besimtarit, prej muslimanit, për të kompletuar besimin e tij, por për gjysmën e dytë të besimit, që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, kërkon me ngulm që ti përmbahesh urdhrave të Allahut dhe ndalesave të tij. Urdhrave të Allahut duke i zbatuar siç kërkon Allahu prej nesh, dhe ndalesave duke qëndruar larg gjërave të cilat na i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij. Një ditë prej ditësh tek shëtiste, në një shëtitje verifikuese dhe inspektuese në një ndër tregjet e Medinës, profeti alayhi salatu wassalam ndër të tjera, teksa kontrollonte produktin e një prej tregtarëve aty, i cili shiste miell, vuri re se pjesa e lartme e produktit, domethënë ishte i thatë mielli, ndërkohë që poshtë ishte i lagur. I thotë: "O filan, çfarë bën kështu?" Thotë: "I dërguari i Allahut, mazu shiu bereqetin." Ktu është sprova e besimtarit. Sprova e besimtarit është që ti mbështetet Allahut subhanahu wa taala në gjithçka që Allahu ka kërkuar prej tij, dhe ti dorëzohet Allahut subhanahu wa taala në të gjitha sprovat të cilat kanë ardhur prej tij. Mazu shiu bereqetin, thotë i dërguari i Zotit. Profeti alayhi salatu wassalam vendosi një rregull për të gjithë besimtarët duke thënë: "Men ghasha falaysa minna aw man ghashana falaysa minna." Kush mashtron nuk është prej nesh, apo ai i cili na mashtron ne nuk është prej nesh. Kërkoj një transparencë, kërkoj që njeriu të qëndrojë sa më larg haramit, të dyshimtës,
Dhe kjo ishte ajo që e bëri brezin e profetit alayhi salatu wasalam brezin e art, brezin më të mirë, sepse në gjithçka që ishte e dyshimt, jo e ndaluar haram, por që kishte pikpyetje apo gëzonte dyshime, ata ishin njerëzit që qëndronin më larg saj. Kjo dynja të nderuarit e mi është sprovë, ajo është disa çaste sado gjatë të jetosh në të. Për çdo çast dhe për çdo ditë të cilën do ta kalosh në këtë dynja do të japësh llogari përpara Allahut subhanahu wa taala për sa kohë ke qenë i vetëdijshëm. Ndaj për këto ditë të cilat do të qëndrosh në këtë dynja, do të japësh llogari për besimin tënd, se si jetove me Allahun subhanahu wa taala. Vallë kur të sprovoj, a qëndrove i palëkundur siç duhet të qëndrojë besimtari, apo të mori vazhda e jetës dhe lumi i saj në turbullirat e ndryshme që ka. Kur bëhet fjalë në marrëdhënien tënde me të tjerët, me krijesat e Allahut subhanahu wa taala, valla usolla ashtu siç kërkon Zoti prej nesh, të sillesh me tjetrin ashtu siç do të dëshiroje që ai të sillej me ty, apo usolle duke ju bindur egos tënde, duke ju bindur unit tënd dhe duke kërkuar me çdo kusht që të sundoj dhe të mbizotroj uni tek ty ndaj të tjerëve. Të nderuarit e mi, të jesh njeriu më adhurues ndaj Allahut do të thotë të jesh njeriu më pranë Zotit. Dhe për të qenë më pranë Zotit lipset ti përmbahesh asaj që Allahu urdhëron, të furnizohesh me halallin që Allahu urdhëron dhe të qëndrosh larg haramit, aq sa qëndron lindja me perëndimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fa ya fawza al-mustaghfirin. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala sayyidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Wa'd al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ala man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawm al-din. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Ajo që Zoti kërkon prej nesh, të qëndrojmë vazhdimisht besimtar. Për sa i përket çështjeve të besimit, me krenari të themi lekum dinukum waliya din. Ju keni fen tuaj, un kam fen time. Të krenohesh me Islamin do të thotë të krenohesh me zbatimin e tij, jo për të justifikuar veprimet e tua personale dhe për ta shndruar fen në një lloj privatizimi, një lloj kompanie ku ti fut në të këtë dëshiron dhe nxjerr prej saj këtë dëshiron. Feja është e Allahut subhanahu wa taala dhe ne jemi urdhëruar që të gjithë që të jemi robër të Allahut. Profeti alayhi salatu wassalam ftoi në virtytet dhe në modelet më të larta. Ftoi të jemi besimtar të denj. Na ftoi që të bashkohemi rrugës tij për të shkuar në xhenetet e larta, xhenetet firdaus të prirur pikërisht nga ai. Por të nderuarit e mi, në xhenet nuk shkohet pa sakrifica. Xheneti ndërtohet këtu në dynja. Është dynjaja ara e ahiretit, ara e xhenetit. Do të shkosh në xhenet, duhet të punosh, duhet të veprosh, duhet të sakrifikosh, duhet të lodhesh se asgjë nuk vjen pa lodhje dhe mbi të gjitha duhet të jesh i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Nuk duhet të mahnis një vepër të mirë të cilën ta ka mësuar Allahu ta kryesh atë, se nuk e din nëse Allahu ta ka pranuar apo jo. Nuk duhet të mahnis e shkuara jote, se nuk e di me ardhmjen se si do të jetë. Ndaj ndërlutjet e profetit alayhi salatu wasalam, të cilat ne i ka mësuar në mënyrë të vazhdueshme, ka qenë: Zot bëje të sotmen ton më e mirë nga e djeshmja dhe bëje të nesërmen, nëse ajo do të jetë për ne, më e mirë nga e sotmja. Vëllezër dhe motra, dynjaja i ka ditët e numëruara, janë ditë të cilat duhen shfrytzuar, janë ditë për të cilat do të japim llogari përpara Allahut subhanahu wa taala. Çfarë folëm, çfarë vepruam, si u sollëm, nga e fituam riskun, ku e shpenzuam atë, si e kaluam jetën e kësaj bote, a e kaluam në atë që e kënaqë Allahun subhanahu wa taala, apo e kaluam në zemrimin e tij. Të
të mos ju mashtroj jeta. Risku vjen prej Allahut subhanahu wa taala, të është caktuar ndërkohë që ke qenë në barkun e nënës tënde, prej teje kërkohet thjesht ta fitosh prej halalit. Profeti alayhi salatu wasalam ndër gjërat të cilat ka garantuar është dhe fakti se njeriu nuk do të vdes pa e konsumuar riskun e tij. Por detyra e njeriu dhe veçanërisht e dietarit është që këtë risk ta fitoj prej halalit. Të lutem ty madhnueshme Allah na falë na mëshiro. Na bëj se Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundson Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundson Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty i madhnuar shmir Allah na furnizosh prej halalit dhe ta bësh ato të dashur për zemrat tona. Të na largosh prej haramit ai sa ke larguar lindjen nga perëndimi dhe ta bësh ato të urryer për zemrat tona. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na bësh ta duam njëri tjetrin për hatrin tënd, në emrin tënd, për hir të dashurisë dhe rizas tënde. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për muslimanët anë mban botës, kudo që ata gjenden. Zot zbrit mbi të paqen tënde, mëshirën tënde. Zbrit o Zot mbi të bereqetin tënd. E veçanërisht muslimanët e Palestinës dhe kudo derdhet gjaku i muslimanëve dhe kudo trazohet siguria e tij. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na i falësh gjunahet tona, të na i lehtësosh brengat dhe hallet tona, ti shërosh të sëmurit në mesin ton dhe ata të cilët na përkasin ne dhe janë krijesat e tua. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, sikur se na mundsove të mbledhemi në këtë ditë begat, në këtë vend begat, me madhruar madhrinë tënde nëpërmjet shprehjes së këtij adhurimi të faljes së namazit të xumas. Na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të cilët të gjithë ato të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të na tu bësh në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me krye të dashurin e zemrave tona Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.